Spare du të identifikojmë popullsinë e Mërgatës në Mërgatë. Ajo ishte çështja edhe vetë e Ministrisë të Jashtëm të Shqipërisë. Ishte ideja që si fillim nuk e dim nevojat. Pra, kur t'i dim nevojat dhe ne jemi të hapun si organizata, me ndimu për t'i njoft nevojat. Përveç kësaj, Shkolla Shqipe e thot njëra në summit, nuk di kush ishte, nuk kemi Shkolla Shqipe në Mërgatë. Kemi kurse. Klasa, kurset shqipe, gjuhës shqipe apo të kulturës shqiptare. Në qoftë duhet të krijojmë një institucionalizëm, do ta bëjmë. Po sot për sot nuk e kemi gjën besojmë modelin e sakt, se edhe ne kemi pas shkollë shqipe. Është një problematikë pafund, sepse jam mësuesit, si të paguash, sallën, ato, materialet mësimore, se materialiteti është një gjë, salla këto fizike, po edhe dia, çfarë programi, a ka një program të sakt për diasporën, për Mërgatën, a ka diçka të sakt që mujmë me dhënë. Nuk e di, është një model që duhet të shërtuar, po bashkë me organizatat. Aty gjithë problemi është sot, është të bashkëpunojmë si organizat me shtetet, sepse ka nevoja edhe mund t'i përgjigjemi bashkë.